Policia e shtetit ka reaguar lidhur me protestën e zhvilluar një ditë më parë pranë kuvendit të Shqipërisë, duke bërtoditur se janë arrestuar 19 persona dhe janë proceduar penalisht 12 të tjerë për veprime të ndryshme të kundërligjshme gjatë tubimit. Të arrestuarit janë Gentian Progni, Durim Bami, Kujtim Pervataj, Romario Dushi, Ardit Ymaj, Niko Qarkaj, Ylli Shima, Ervis Gjoni, Frog Bardhi, Rezart Pirani, Admir Tërshalla, Alban Nikolli, Elvis Bici, Altin Hila, Ervin Gega, Arben Leshaj, Everes Bardhi, Besart Kajmi, Aristotel Lezaj. Sipas njoftimit zyrtar, të arrestuarit akuzohen se kanë kundërshtuar dhe goditur me sende të forta punojësit e policisë, ka dëmtuar një automjet policie, ndërsa disa prej tyre kanë sulmuar edhe deputet të kuvendit të Shqipërisë. Mes arrestuarve është edhe shtetasi Arben Leshaj, 35 vjeç, i dyshuar se ka goditur një gazetar gjatë protestës. Policia bën me dije se nga përplasjet e regjistruara gjatë tubimit kanë mbetur të dëmtuar 15 punonjës policie, ndërsa është dëmtuar edhe një automjet i policisë së shtetit. Ndërkohë 12 shtetas të tjerë janë proceduar penalisht në gjendje të lirë, ndërsa grupi hetimor vijon punën për identifikimin e 6 personave të tjerë, të cilët sipas policisë janë dokumentuar me pamje filmike duke kryer veprime të dhunshme gjatë protestës. Kryeministri Rama ka reaguar për protestat e zhvilluara në bulevard teksa dje ishte dita e 33 e tubimit. Rama sulmoi sërish qytetarët dhe u shpreh se për te shqetësimeve të qytetarëve në tubime janë përfshirë edhe dështakët dhe zemërakët. Gjatë fjalës së mbajtur në edicionin e 3 të javës së administratës publike, kreu i qeverisë shtoi se protestat duhet të analizohen në tërësi, pasi sipas tij përmbajnë shqetësime reale të qytetarëve dhe elementë të tjerë nga të cilët politika dhe administrata duhet të nxjerrin mësime. Transformimi i administratës është një proces mjaft kompleks, nuk bëhet fjalë për krijimin e mekanizmave që lidhen me shumë njerëz, dhe po të kthehemi për një moment prapa dhe të kujtohemi se ligji i parë themelor i administratës sonë publike është aprovuar një dekadë më parë, atëherë ne mund të kuptojmë se çfarë na ka ndodhur, ndërkohë që në numrin e përgjithshëm të administratës kemi 10 mira. Ne kemi sot një kualitet të ri në administratën shtetërore. Duke qenë se jemi në një moment specifik, intensiv të rrugtimit tonë si shoqëri, më lejoni të sjell këtu një episod nga shumë episode që ne po përpiqemi të lexojmë protestën e bulevardit, përveç shqetësimeve të qytetarëve, që unë e quaj ujin e pastër të protestës, në atë korren e zezë ku janë mbledhur të gjithë dështakët dhe zemrakët, në atë rrjedh ka shumë për të mësuar, tha Rama. Drejtuesi i SPA Klodian Brau ngriti shqetësimin për statusin e prokurorëve të posaçëm pas përfundimit të mandatit 9 vjeçar gjatë raportimit të tij në Komisionin e Ligjeve për veprimtarinë e institucionit në vitin 2025. Sipas Braus, mungesa e një zgjidhje të qartë ligjore për të ardhmen e prokurorëve të posaçëm mund të cënojë vimësinë e hetimeve dhe të dëmtojë ruajtjen e ekspertizës së krijuar ndër vite brenda SPAK. Ai kujtoi se kushtetuta parashikon një mandat 9 vjeçar pa të drejtë riemërimi, por theksoi se pas disa vitesh funksionimit të institucionit, ky model duhet të rivlerësohet. Kjo çështje është ngritur më herët edhe nga ish drejtuesi i SPAK Altin Tumani, i cili kishte sugjeruar që prokurorëve të posaçëm t'u jepet mundësia e rikandidimit pas përfundimit të mandatit. Kreu i prokurorisë së posaçme Klodian Brau raportoi këtë të premte në Komisionin e Ligjeve mbi aktivitetin e institucionit, duke paraqitur zhvillimet kryesore në hetime, organizimin e Byros Kombëtare të Hetimit dhe rezultatet e proceseve gjyqësore. Brau bëri të ditur se SPAK ka përfunduar hartimin e strategjisë për reduktimin e çështjeve të mbartura për periudhën 2025-2027, duke theksuar se zbatimi i saj ka sjellë rezultate konkrete. Gjatë raportimit ai u ndal edhe tek forcimi i bashkëpunimit ndërinstitucional, duke vënë në dukje zgjerimin e skuadrave të përbashkëta hetimore. Sa i përket punës së SPAK në gjykat, Brau tha se treguesit kanë mbetur të qëndrueshëm, ndërsa numri i vendimeve të gjykatës së posaçme është rritur me 5.5%. Duke folur për krimin organizuar, kreu i SPAK tha se grupet kriminale kanë ndryshuar mënyrën e funksionimit, duke përdorur forma më të sofistikuara organizimi dhe komunikimi. Sipas Braus, këto zhvillime tregojnë se krimi organizuar është bërë më kompleks, çka kërkon edhe metoda më të avancuara hetimi nga strukturat e posaçme. Në gjykatën administrative do të zhvillohet sot seanca e radhës gjyqësore mes kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj dhe prokurorit të posaçëm Ols Dado. Seanca e kaluar u shtyp për t'u dhënë kohë palëve të njihen me kërkesën e shoqatës Asociacioni Kombëtar i Medias dhe Drejtësisë, e cila ka kërkuar të përfshihet në proces si palë në gjykim. Shoqata kërkon që gjykata administrative të shpallë të pavlefshëm dekretin me cilin Ols Dado u emëruar prokuror në vitin 2008. Sipas përfaqësuesve të saj, çështja ka interes publik dhe lidhet me integritetin e sistemit të drejtësisë, një prej objektivave kryesore të veprimtarisë organizatës. Nga ana tjetër, Erion Veliaj kërkon shfuqizimin e dekretit presidencial me cilin Ols Dado u emëruar prokuror në vitin 2008, duke argumentuar se emërimi është bërë pa përfunduar shkollën e magjistraturës. Pale pa ditur në këtë proces është edhe Presidenca e Republikës, institucioni që në atë kohë në drejtimin e presidentit Bamir Topi dekretoi emërimin e Ols Dados në detyrën e prokurorit.
Bilanci i viktimave nga sulmi masiv rus ndaj Kievit është rritur, ndërsa sulmet kanë vijuar edhe gjatë natës në rajonet të tjera të Ukrainës, duke shkaktuar viktima dhe të plagosur të tjerë. Sipas autoriteteve ukrainase, ekipet e shpëtimit kanë nxjerrë edhe 3 trupa nga rënojat në Kiev, duke e çuar numrin e të vdekurve në 30. Më herët ishte raportuar për 27 viktima dhe 91 të plagosur, ndërkohë në rajonin e Sumit, dron rus goditi një banez duke vrarë 4 persona, mes tyre një vajzë në 2 vjeç. 3 persona të tjerë mbetën të plagosur. Sulme u raportuan edhe në Kryvyi, ku 7 persona u plagosën pas goditjes së një zone të banuar me raketa. Ditët e fundit, çifti i patrem burrus që u ngjit në majtë të ndërtesës Empire State në New York City ka tërhequr miliona sy nga e gjithë bota. Pyetja që mbeti pa përgjigje deri më tani ishte se si 32 vjeçari Ivan Berkus dhe 33 vjeçaria Angela Nikolau arritën ta bënin këtë, pasi u zbulua se ata nuk përdorën asnjë pajisje të veçantë ngjitjeje, sipas një raporti nga New York Post. Duke cituar burime të zbatimit të ligjit, çifti dyshohet se bleu bileta të martën në orën 9 të mbrëmjes dhe me shumë gjasa qëndroi fshehur në ndërtesën ikonike Midtown gjatë gjithë natës. Sipas të njëjtave burime, të dy dyshohet se dolën nga një kapak në katin e 102. Afërsisht në orën 5 të mëngjesit të ditës tjetër, Berkus më pas përdori mjete për të liruar mbështetëset metalike të kablove që shtrieshin përgjatë një shkalle, në të cilën më pas hyn. Momenti i tyre i rrezikshëm përfundoi kur ata zbritën nga maja e ndërtesës dhe shpalosën një banderol me frazën: "Kur fuqia e dashurisë ka përcen dashurinë për pushtet, bota njeh paqen." Pak më vonë, Ivan Berkus u pa duke i propozuar të dashurës së tij mbi rrugët e Manhattanit. Angela Nikolau, e veshur me pelerinën e saj karakteristike në stilin Catwoman, u pa më pas duke admiruar dorën e saj dhe duke bërë një foto të unazës për ta shpërndarë në Instagram. Kur çifti i doli, ata u arrestuan dhe u akuzuan për vjedhje, dëmtim kriminal, shkelje të ligjit vendor, shkelje të pronës, hyrje të paligjshme dhe sjellje të çrregullt, sipas departamentit të policisë së New Yorkut. Çifti u paraqit sot në gjykatën penale të Manhattanit. Ishte një mesazh dashurie. Avokati mbrojtës Jason Krinsky duke shtuar se Angela Nikolau nuk tha jo, kështu që duhet ja thuash këtë. Krinsky tha se prokurorët kishin bërë akuzat e egzageruara dhe argumentuan se nuk kishte prova për mjet e vjedhjeje. Sapo çifti doli nga gjykata, shkëmbyen një puthje në buzë para kamerave dhe u nisën me metro.